Një burr dhe 2 fëmijë kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri që shpërtheu në banesën e tyre, në Malishev, në pjesën qendrore të vendit. Ngjarja e rëndë ndodhi të enjtën, duke lënë pas dhimbje të madhe dhe shumë pikë pyetje për atë që ndodhi brenda atyre mureve. Sipas zëdhënësit të policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, rasti është raportuar rreth orës 12:55 në një banesë në lagjën Mirdita. Në ato momente, askush nuk e dinte se brenda shtëpisë po zhvilloi një dramë që do të përfundonte në mënyrën më tragjike të mundshme. Menjëherë pas raportimit, në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitë e policisë, zjarrfikësit dhe ekipet emergjente. Ata janë përballur me një skenë të rëndë. Brenda banesës janë gjetur pa shenja jete një burr dhe 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Të 3 viktimat janë dërguar me urgjencë në qendrën e mjekësisë familjare në Malishev, por përkundër përpjekjeve, mjekët vetëm kanë konstatuar vdekjen e tyre. Humbja e jetës së 2 fëmijëve e bën këtë ngjarje edhe më të dhimbshme dhe tronditëse. Ajo që e bën edhe më misterioze këtë rast është fakti se deri më tani nuk dihen shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për një defekt teknik, një pakujdesi apo diçka tjetër më serioze. Prokurori i shtetit tashmë ka nisur hetimet dhe sipas autoriteteve janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie. Fatmirësisht, sipas policisë, nuk raportohet për persona të tjerë të lënduar nga ky zjarr, por kjo nuk e zbut as pak dhimbjen për jetët e humbura. Ngjarje të tilla rikthejnë vëmendjen te siguria në banesa dhe rreziqet që mund të vijnë nga zjarret, shpesh pa paralajmërim. Një moment i vetëm mund të ndryshojë gjithçka.